Papa Francesku ka ndruar jetë në moshën 88 vjeçare, ka njoftuar Vatikani, papa ndodhej në Rom në Casa Santa Marta, ku ishte transferuar pas shtrimit në spitalin Gemelli. Të dielën e Pashkëve ai kishte dashur të merrte pjesë në kremtimet e meshës dhe ishte shfaqur në lozhën e Shën Pjetrit për bekimin Urbi et Orbi. Vdekja e tij vjen një ditë pasi u shfaq në sheshin e Shën Pjetrit për të uruar gëzuar Pashkët për mira besimtar. Jorge Mario Bergoglio u zgjodh pap në 13 mars 2013 duke befasuar shumë nga vëzhguesit e kishës, të cilët e shihnin këtë klerik Argjentinas e njohur për përkushtimin ndaj të varfërve, si një figurë të jashtme dhe jo tradicionale. Ai kërkoi të jepte një karakter më të thjeshtë rolit të lartë që mbante, duke refuzuar të jetonte në apartamentet luksoze papnore në pallatin apostolik, të cilat i kishin përdorur paraardhësit e tij, duke thënë se preferonte një midis komunitar për shëndetin e tij psikologjik. Francesku trashëgoi një kishë të përfshirë nga skandalet e abuzimeve seksuale ndaj fëmijëve dhe përçar nga grindjet e brendshme në burokracitë e Vatikanit dhe u zgjodh me një mandat të qartë për të rikthyer rendin, por me kalimin e kohës ai u përball me kritika të ashpra nga konservatorët, të cilët e akuzuan për shkatrimin e traditave të shenjta. Njëkohësisht ai zgënjeu dhe progresistët që ndjen se ai duhej të bënte më shumë për të reformuar kishën 2000 vjeçare. Megjithse përballej me mospajtim të brendshme, Francesku u bë një figurë globale, duke tërhequr turma të mëdha gjatë udhëtimeve të tij ndërkombëtare, teksa promovonte pa ndërprer dialogun ndërfetar dhe paqen dhe qëndronte gjithmonë në anën e të përjashtuarve si emigrantët. Një situatë unike në kohët moderne ishte prania e dy njerëzve me petkun e bardhë në Vatikan për pjesën më të madhe të papatit të Franceskut, pasi paraardhësi i tij Benedikti zgjodhi të qëndronte në selinë e shenjtë pas dorëheqjes befasuese në vitin 2013, që hapi rrugën për një pap të ri. Ndërkohë liderët botëror kanë reaguar për vdekjen e Papa Franceskut. Meloni ka thënë se na la një njeri i madh, ndërsa shtëpia e bardhë u prehsh në paqe Papa Francesku.